Ky vit duket një vit i mbar sa i përket prodhimit në frutikulturë. Pemet frutore janë plot me fruta, ndërsa një tjetër problem vazhdon t'i ndjek fermerët e pemtarisë. Specialistët e këtij sektori thonë se duhet patjetër që çdo fermer apo prodhues për treg të këshillohet nga ekspertët për mënyrën e trajtimit të çdo peme frutore. Ish agronomi Luftim Çeliku thotë se para viteve 90, çdo plantacion frutor trajtohej në mënyrë të veçantë dhe bazuar në analiza të hollësishme, por e kundërta ndodh tani. Edhe kjo edhe në kohën e kooperativës bujqësore, morë vesh në Kurdari, janë mjell, mira pemë frutore, duke fillu nga qershit, e cila është frutë që piqet përpara gjithë frutave tjerë, me mollën, me dardhën, me kumbullat, me të gjitha llojet e pemëve. Përse e ka këtë? Ndryshe rreth i matit, për shembull në disa zona. Për arsye se Kurdaria ka një klimë që se ka asnjë fshat në rrethin e matit. Edhe kjo falë edhe ujit vaditës, sepse pemët janë si punë e fëmijës që lind sefte, ka nevojë për shërbime, ndryshe ajo nuk rritet, ndryshe edhe po të rritet nuk t'jep rendiment. Kështu që Kurdaria i ka të gjitha kushtet. Në Kurdari kanë ardhur disa herë edhe përpara, mua më qelloi që t'jem agronom i fruti vitikulturës, kam kryer edhe shkollën direkt për këtë, edhe specializim të veçantë. Kanë ardhur disa herë seminare fshatrat e Kurdarisë, kooperativat bujqësore në Kurdari për të informuar anët teknike, anët agroteknike të fruti vitikulturës në Kurdari. Këtu është një blok qershishe kam por më tanë akoma ka pemë qysh para 30 vjetëve, 35 viteve. Sot, po të bish pak më poshtë, do të shofish mollë që janë 35-40 vite të mjellura. Kaq kujdes kishte në atë kohë që të zhvilloheshin këto. Nga ana tjetër, ish agronomi Luftim Çeliku thotë se fermerët e frutikulturës kanë nevojë për këshillim gjatë gjithë kohës. E kundërta ndodh tash. Të më falin ata që janë specialista në drejtorinë e bujqësisë, por kujdesi për pemët frutore është pothuajse një lloj siç flasin për blegtorinë, që është kujdesi shumë i pakët. Janë lanë krejt masdore. Jo të gjithë njerëzit dinë punojnë, dinë të kenë interes në rrugën shkencore. Ka nevojë për këshillim, ka nevojë për specialista. Për të gjithë kohët e veçanta që i bëhet shërbimi karshi frutikulturës, duhet flasi dikush që nga krasitja, që është elementi i bazë. Kanë ardhur shumë njerëz që vinë këtu fshatar të mijt, edhe pyesin more Luftim, në këtë kohë, në këto situata, në këtë klimë që jemi sot, në këtë muaj, a bëhen krasitjet? Bile u thamon, jeni të vonë shumë. Sepse kohët kanë ndryshuar, ke parasysh, edhe klima nuk është më klima e para disa viteve. Asnjë s'ka ardhur. Asnjë s'flet edhe në televizion, tash ju jeni televizionit. Po sikur dalin njëri të flasë 10 minuta, flasin gjysmore, do të jetë shumë gjë e madhe që ta mori vesh mileti se çfarë si duhet me vepru. Pse ne përveç krasitjes që thashë vaditës e këto. Një fenomen i cili e prek direkt këtë sektor dhe që shkakton dëme të mëdha janë edhe dëmtuesit, për të cilët sipas ish agronomit Luftim Çeliku, fermerët kanë shumë pak informacion, po ashtu cilësia e dobët e helmeve bën që të jenë të paefektshme. Një faktor tepër i veçantë sot për sot është dëmtuesit kryesor të bimëve, sepse klimat e ngrohta që kanë ardhur e zhvillojnë para kohë edhe dëmtuesin e pemëve frutore. Kështu që vetë fermerët tash janë interesuar, ka shku kanë marrë helme, por duhet të pranojmë. Unë jam specialist vetë, i kam spërkat vetë një shumicë pemësh, absolutisht nuk ka efekt. Përse shtrohet pyetja? Ne po e shohim. Ne nuk prodhohet, përpara ishte instituti, ishte Moraveshti, qendra e prodhimit të pesticideve, të insekticideve, emërës të fungicideve, për rrugë për këta punë. Tash s'ka vesh, jemi në mëshirë të fatit, çfarë na sjellni jashtë. Nuk ka cilësi fare. Unë vetë spërkas një herë, 2 herë, shikoj prap krymi vazhdon të haj mollën, të haj qershin, të haj dardhën, të haj bimët tjera. E ky është interesi direkt i shtetit, na vjen shumë keq. Po interesi është shumë i pakët. Të morish një pesticid, disa mijë lek, shkosh ta morish ilaçin. Ta spërkasish pemët, edhe ta shofish nesër e pas nesër përsëri
Kjo do të thotë se ne jemi lanë krejt masdore në lidhje me këtë. Shumë folet nga politika, majtas apo djathtas pak rëndësi ka për mu, por interesi është i pakët shumë. Veç këtyre problemeve, fermerët e frutikulturës përballen edhe me mungesën e tregut të shitjes për shkak të importit që hyn në vendin tonë me kosto më të ulët.